ka qenë determinant, të themi, ose ka qenë në fillim ka qenë i fokusuar shumë tek arti. Ndërsa kryeministri Edi Rama ndodhej në Bruksel për takime lidhur me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, në Tiranë, vëmendjen e mori një tjetër aktivitet që u komentua gjerësisht. Ministri i Kulturës Blendi Gonxa zhvilloi një vizitë në sheshin Skënderbe, ku ishte vendosur përkohësisht një fushë padeli. Vizita u prezantua si pjesë e promovimit të aktiviteteve sportive dhe stilit aktiv të jetesës, ndërsa padeli, një sport i ngjashëm me tenisin dhe squashin, po fiton popularitet mes figurave të njohura të politikës dhe biznesit në Shqipëri. Prania e Gonxhës në aktivitet u pasi një mbështetje simbolike për promovimin e sporteve të reja në vend. Megjithatë, mënyra se si u trajtua ngjarja nxiti edhe ironi e reagime kritike, pasi shumë qytetarë e konsiderojnë padelin ende një sport pak të njohur në Shqipëri. Sipas kritikëve, vizita e ministrit u perceptua më shumë si një aktivitet ceremonial dhe promovues, ndërkohë që vendi përballet me çështje më të rëndësishme në sektorin kulturor dhe sportiv. Në të njëjtën kohë, mbështetësit e aktivitetit e shohin promovimin e sporteve alternative si një mënyrë për të zgjeruar kulturën sportive dhe për të afruar të rinjt me aktivitete të reja rekreative.